Qytetari pra e ka bashkangjit edhe një tekst, nuk ka trotuar, nuk ka ndriçim hiç, as banderat pra janë në rrugë, veç në afërsi pra të shtëpive janë edhe ata janë të rrëzu. Të i prej këta rasat, i grojnë veturave 100 kilometra, në orë ka fëmijë, thot qytetari, para shkallëve, para këtyne fëmijëve, o banderi drunit të rrëzu që 200 vjetë. Telat e rrymës, para terase, rruga lëm bajgora, ku në shept. Gjendje e të mërshme. Rryma, fëmijët, rruga, rreziqet më të mëdha pra janë kur flasim për të gjitha këto dashur shikues. Po flasim pra për një gjendje të tmerrshme. Banderat kur janë në afërsi të shtëpive, në afërsi të terasave, kablot elektrike, çka more nëse një fëmijë i prek pa hire, apo fëmijë janë tek e fundit, nuk munden me i kontrollu, nuk munden me parapar rrezikun që vije prej tyre dhe munden me pas pasoja fatale që mos t'i diskutojnë, mos t'i mendojnë fare. Gjërat të tilla fatkeqësisht ende ndodhin. Pas sa viteve raportojnë qytetarët për ankesa, por ndodhin ende, do t'i telefonojmë pra dhe patjetër, do t'adresojmë, do t'jemi edhe këtu me ekip, do t'jetë Diona, gjatë kësaj jave, nesër me shumë mundësi do t'jetë atje, qojmë edhe më nga afër, pra këtu nuk është realisht dashur shikues, nuk është që problem. Janë shumë probleme. Është rruga, është mungesa e trotuarit, rreziku pra kryesor kur fëmijët dalin, po nëse shohim pra kështu, po shohim pra në foto shtëpit edhe gjendjen e telave të banderave. Nëse një fëmijë vendos me dal veç në teras, vendos me dal veç të shtëpia e vet, pra pa e marr parasysh me dal hiç prej shtëpisë, ka telat, ka banderat, rrezikun kryesor, edhe pastaj vihet te problemi tjetër, po flasim pra që hajde vendos me shku në shkollë apo vendos me shku diku tjetër. Edhe ishe banderat, ishe telat, del prej shtëpisë, çka me dal, rruga pa trotuar, ku me shku, duhet gjithçysh me pas një shoqërus, po realisht nëse flasim, pra të me pas shoqërus është goxha rrezik, sepse në rrugë të tilla ku nuk ka trotuar, nuk do të thotë vetëm me qenë fëmijë për me qenë në rrezik, çdo person ku nuk ka trotuar është në rrezik. Edhe çka ndodh pastaj te gjitha këto është që rrezikohet qarkullimi. Rrezikohet lëvizja e qytetarëve, rrezikohet lëvizja e fëmijëve, vendosen mu kthi vet për shkollë. Pra është një pjesë këtu në këtë fshatin Konushet, që do të jetë edhe Diona, e ti flasim gjerë gjatë. Do flasim edhe me zyrtarët komunal, me drejtorinë nga Komuna e Podujevës,